Mirë, atëherë ne kalojmë si gjithmonë në hapësirën tonë muzikore. Po. Dhe këtë sezon kemi vendosur që të përcjellim ritmet e këngëve popullore, apo jo, të ruajmë traditën. Natyrisht edhe për këtë kemi respektuar një lloj gjeografie. Sepse folklori shqiptar është shumë i pasur. Në të gjitha trevat ka muzikë të bukur, ritmike, me atmosferë, që populli po filloi këngët e vallet nuk mbaron me ditën e tëra. Prandaj dhe gjithmonë themi që gëzuar dhe dasma paqin gjithmonë se dasmat e krijojnë këtë atmosferë. Natyrisht në skenë kemi pasur nga treva ndryshme dhe unë kam kënaqësinë që këtë radhë të mbështetem një herë në trevën nga unë vipra nga Tepelena. Ke parasysh? Kam parasysh Goni, po kurioze jam, ti këndon shumë bukur. Shumë bukur këndoj. Edhe sidomos këngë popullore. Por unë do sjell një grup veçantë nëse mos ta demonstrosh, domethënë, edhe vetë. Po nga që kemi ftuar një grup, them që të lëm ata, po unë si motiv mund të kujtoj se çfarë grupi është. Po, me shumë kënaqësi. Se që më zuri lem zamor dhe nuk do të shkoj, amani sot, amani, kush do më largoj. Mjafton, mirë. Dhe këto motive, këtë lloj muzike sjell vetëm grupi Alipash Tepelena. Stojmë.
është